ato gjëra që përshkruan roman kanë ndodhur, që me implikimet e trafik të punësve të policisë, politikanëve, të kënë gjëra të reja, po aty janë konkretizuar dhe janë munduar që nëpërmjet shtjellimit të romanit të më shumë se sa ngjarjet e jashtme të futen brenda botës brendshme të një oficerit ndershëm policie, por dhe një ministri që kisha arrit majat nëpërmjet makinacioneve të tij të përshkruara nga Skënder Dreni është një tip në mjedisin, realitetin shqiptar? Gjendet shpesh, takohet shpesh? Besoj që po, patjetër. Nuk mund të rrim pa e bërë një lloj përqasjeje me çfarë ndodh, se sa do të përpiqemi ta mbajmë bisedën vetëm tek letërsia, letërsia pa realitetin do të ishte e mangët, ashtu si kundër realiteti pa letërsinë do të ishte i varfër. Por ka shumë raste në mjedisin shqiptar ku është shkrirë, është tretur kufiri midis moralit dhe amoralitetit, midis ligjshmërisë dhe paligjshmërisë, midis virtytit dhe vesit, midis integritetit, punonjësit të ndershëm dhe krimit që gjendet edhe brenda këtij qerthulli. Në këtë realitet, Ahmet Premçi, si e mund policin brenda vetes për të nxjerrë shkrimtarin brenda vetes dhe për të tjerët dhe për lexuesin? Unë jam marrë aty dhe është dhe polici mirë dhe polici keq për të përshkruar pikërisht realitetin ku jetojmë dhe ato gjëra që ndodhin në jetën e përditshme të punësit policisë. Por sërish du të them që janë shumë ngjarje, shumë episode që unë i kam përjetuar dhe pavarësisht se letërsia ta jep hapësirën për të qenë më i lirë për t'i përshkruar gjërat në letërsi. Po në realitet është shumë e vështirë pozicioni i një punësi policie të ndershëm. Pasi ka kundra gjithçka. Sot nuk janë të ndarë kufit e krimit dhe politikës ose krimit dhe institucioneve shtetërore. Janë pleksur aq keq sa është shumë vështirë të ndahen. Në kohën që kemi punuar ne, unë shoh policinë pas 97-s, ishte shumë e dobët, e dërmuar, por ishte në skalonin e vet, edhe pse ishte e dobët. Nuk depërtonin dot tek polici gjërat që ndodhin sot. Kështu që implikimi dhe përzierja e roleve të policisë me krimin, të institucioneve me krimin, politikës me krimin, e ka ndërlikuar shumë situatën. Ahmet, është përgjegjëse politika për çfarë ka ndodhur me policinë, me krimin në raport me shtetin? Në çdo rast. E di pse të pyes, sepse në gushtin e vitit 2002, ju në atë kohë keni qenë nëndrejtor në Gjirokastër, nëndrejtori i policisë së qarkut në Gjirokastër, kur unë si ministër inicova operacionin e famshëm Puna për bllokimin e trafikut të qenieve njerëzore, po dhe jo vetëm, drogës, të armëve në kanalin e Otrantos, në gjithë hapësirën tonë detare, para se të urdhroja nisjen e atij operacioni, tras njëri nga drejtuesit e lartë të policisë. Edhe i them, dua të bëhet kjo gjë, të zhduket përfundimisht rrjeti i trafikut të gomoneve